Pas një pauze të shkurtër në këtë podcast, po rikthehemi me një temë mjaft interesante siç është edhe muaji. Është një muaj i tetorit roz, siç e quajmë, po është një muaj frike, shprese, por edhe shpresë për jetën se si do vazhdoj pas një gjëre të panjohur. Dhe për këtë kemi të ftuar një doktor i cili nuk është shqiptar, por do na ndihmojë ne shqiptarëve që të kalojmë këtë lloj periudhe, i cili është Irfan Çiçin. Mirë se erdhe dhe faleminderit. Bashkë me doktorin kemi ftuar dhe Samira Selmanin. Faleminderit që erdhët. Faleminderit Kedi. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Pembe Ekim için siz burada bir davetli ve bizim için çok gurur bir şey burada olduğunuzda. Öncelikle hoş geldiniz. Ben öncelikle böyle güzel bir ülkeye ve ortama davet edildiğim için teşekkür ederim. Dua t'ju falenderoj për ftesën edhe që ndodhem sot këtu me ju. Doktor, pa humbur kohën duam që të hyjmë dhe të kuptojmë sa më shumë mbi këtë muaj. Çfarë është tetori roz në të botën tënde dhe si mund ta kuptojmë dhe ne kush është tetori roz? Zaman kaybetmeden direkt soruluklarla başlayalım. Hocam size göre Pembe Ekim yani çok önemli bir ay ve Pembe Ekim için ne söyleyebilirsiniz? Öncelikle kanser uzun yıllarca insanlık tarihinde hem kişiler için hem toplumlar için hem yakınlar için oldukça yıkıcı, öldürücü bir hastalık olarak bilinmekteydi. Ama artık hem erken teşhisin hem gelişen tedavi yöntemleriyle kanserin kaderi değişti. Dolayısıyla yapılacakları en erken aşamada yapmak son derece önemli. Pembe Ekim buna katkıda bulunan önemli bir farkındalık süreci ve organizasyonların yapıldığı ay. Toplum sağlığı içinde, insanların sağlığı içinde çok önemli bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Veçanërisht dua të them që muaji tetor nuk është thjesht një muaj sensibilizimi dhe një muaj i cili sjell në vëmendje të njerëzve dhe të gjithë grave ato çfarë ndodh me sëmundjet si kanceri. Vëmendja më e madhe është kujdesa e kontrollave të hershme, kujdesi që duhet të tregojnë gjatë gjithë kohës dhe jo vetëm kaq, e gjithë vëmendja që duhet të kemi ndaj nënave dhe grave në këtë muaj duhet me se zbën të ketë një dosje të tërë të gjithë bashkangjitur kontrollave që duhet të jenë domosdoshmërisht për të shpëtuar dhe për të na çuar drejt premisave të cilat kanë zgjidhja. Pa hyrë në brendësi të gjitha këtyre trajtimeve gjitha, duhet t'i tregojmë dhe publikut kush është doktor Irfani. Pra, çfarë dosje ka nga mbrapa doktor Irfani që po na ndihmon kaq shumë edhe në Shqipëri, edhe është sot edhe i ftuar këtu që të na tregojë sa më tepër për tetorin e roz edhe për kancerin e gjirit. Öncelikle birkaç detaylara girmeden önce Profesör İrfan Çiçin için durmak istiyorum. Yani o Arnavutluk'tan nasıl geldi? Yani Arnavut hastalar için nasıl yardım etti ve o kimdir? Ben yaklaşık 25 yıldır onkoloji uzmanı olarak çalışıyorum. İstinye Üniversitesi'nde profesör doktor olarak medikal onkoloji bölümünün sorumlusu öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Fillimisht dua të them që jam për 25 vitesh në grupin spitalor të Istinjes. Gjithashtu jam drejtori i përgjithshëm në departamentin e onkologjisë dhe ofroj të gjitha shërbimet në onkologji për trajtimin e pacientëve turp dhe tuaj. Ayrıca bugün için dünyanın birçok yerinde Avrupa'da, Amerika'da kullanılan ilaçların geliştirilme sürecinde hem araştırıcı olarak hem de bu araştırmaların yönetici kadrolarında yönetici olarak bulundum. Veçanërisht doja të theksoja gjithashtu që sa i përket të gjitha kurave të fundit, të gjitha skemave dhe trajtimeve të fundit me pacientët onkologjik, kemi bërë disa punime në bashkëpunim me mjek nga gjithë bota dhe jo vetëm kaq, të gjithë mjekët dhe studentët e mi të cilët bëjnë punime, unë i kam orientuar dhe drejtuar në punimet e tyre për skemat e fundit të trajtimeve të pacientëve me kancer. Ayrıca bizim Arnavut'la olan sıcaklığımız, yakınlığımız sadece ülke olarak değil, Türkiye'de yaşayan çok önemli Arnavut kökenli bir toplum da var. O yüzden Arnavutlarla biz Türkiye'de zaten iç içe yaşıyoruz.
Në fakt nuk është vetëm pjesa që unë ndodhem sot në Shqipëri kështu rastësisht, sepse kam shumë të afërm shqiptar që janë me përardhje shqiptar që jetojnë në Turqi dhe unë kam pasur pacient ndër vite, jam shumë i afërt me ta dhe kam pasur nderin që ti kem pacient të mit dhe afërsia mes dy vendeve na e ka thjeshtësuar këtë pjesë dhe ndiham shumë komod dhe mirë që jam këtu dhe ofroj shërbim për shqiptarët. Son olarak da Madame Teresa Üniversitesi ile birlikte hastaların farkındalığını, bilgi düzeyini artırmak ve nasıl beslenmeleri, nasıl yaşamaları, nasıl davranmaları gerektiğiyle ilgili bir Avrupa Birliği projesinde işbirliği yapıyoruz. Së fundmi për ta përmbledhur, po theksoj dhe po e lançoj për herë të parë këtu që jemi duke punuar mbi një projekt me Spitalin Onkologjik Nën Tereza, mbi një projekt i cili do ketë përmasa të tjera mbi skemat e trajtimit të pacientëve dhe do jetë një projekt bashkëpunues mes meje dhe Departamentit të Onkologjisë këtu. Dhe është një gjë mëse e mirë. Doktor, unë kam marrë vesh që nuk është hera e parë që ti ke ardhur në Tiranë. Ti ke ardhur para 5 viteve afro që ke ardhur në Tiranë për herë të parë. Ke parë ndonjë ndryshim nga përpara 5 viteve dhe sot në ndërgjegjësimin e femrave shqiptare, pasi ne në Shqipëri e dim shumë mirë se i kemi pak sa tabu gjitha këto kontrollet edhe vizitat rutinë. Pra, ne në Shqipëri e themi gjithmonë që ne vizitohemi vetëm kur ngelim. Kur nuk kemi që të bëjmë gjë tjetër, shkojmë dhe vizitojmë. Pra nuk bëjmë këto parandalimet përpara. Si ka ndryshuar kjo kohë nga hera parë që ti ke ardhur deri në sot? Hocam size bir soru yapmak istiyoruz. İlk seferde 5 senedir önce Arnavutluk'ta gelmişsiniz. İnceledim. İlk gelindiğinizde şimdiye kadar nasıl değiştirdi yani? Kadınlar nasıl söylersem meme tedaviler için yani kanser, meme kanseri konusunda tamamen çünkü eskiden tabu gibi bir şey yani doktorlar ve muayeneler bile almadılar. Artık zamana göre nasıl değerlendiriyorsunuz ve nasıl görüyorsunuz? Şimdi dünya küçüldüğü için artık her ülke kendine özgü koşullardan ziyade dünya ile birlikte değişiyor. Arnavutluk da bu değişimi benim gördüğüm kadarıyla hızlı bir şekilde yaşıyor. Ben öncelikle şunu vurgulamak isterim. Kanserin adı kötü ama unutmamak lazım ki kalp yetmezliği, şeker hastalığı gibi hastalıkların da çok hızlı seyredeni, çok tedavisiz olabileni var. Güncel tedavi yaklaşımlarımız, erken tanı imkanlarımızla artık meme kanseri de kronik bir hastalık haline gelmiştir. Evre 4'te en ileri aşamalarda bile biz artık bu hastalıktan kür sağlayabilecek durumdayız. Ama şunu da unutmamak lazım. Modern yaşam biçimleriyle artık her 8 kadında bir bu hastalık görülüyor. Yani meme kanseri artık bireysel değil, toplumsal bir sorun. Farkındalık çok önemli. Baş edilebilir, yenilebilir bir hastalık. Uygun yaklaşımlarla erkenden fark edildiğinde hayat boyu sorunsuz, basit çözümler üretilebilir. Dua të theksoj si e gjithë bota edhe Shqipëria tashmë po lëvizën dhe po bën hapat shumë të shpejt në zhvillimin e saj. Nga hera më parë deri më tani kam parë një ndryshim shumë të madh. Ndërgjegjësimi i grave për të bërë kontrolle të shpeshta duhet të jetë i tillë ashtu siç është ndërgjegjësimi i një sëmundje si mund të jetë sëmundja e diabetit apo e sheqerit dhe një ndër ndikuesit më të mëdhenj janë pa diskutim sheqeri i cili çon 1 ndër 8 gra janë të egzaminuara tashmë me kancer gjiri. Pa diskutim diagnostifikimi i hershëm është një detaj i cili ndihmon edhe çon drejt mos përparimit të sëmundjes edhe na ndihmon që të shpëtojmë jetë. Kjo tashmë nuk shikohet si dikur me një frikë të madhe le të themi që nuk ka premisa, por pa diskutim nuk duhet neglizhuar dhe duhet bërë maksimumi në një diagnostifikim sa më të hershëm për të parandaluar më tej avancimet e sëmundjeve në hapa të tjera. Gjithmonë kur përmendet fjala kancer, kemi një frikë shumë të madhe kur dëgjojmë edhe, po çfarë është kanceri në të vërtetë dhe ku ndahet kancer, ta themi jo i rrezikshëm, se s'po e flasim me terma, kancer jo i rrezikshëm dhe kancer i rrezikshëm. Domethënë ku janë ato shenjat e para të këtij kanceri dhe ku fillon? Praktikisht për kë kancer po flas. Për kancerin e gjirit gjithmonë. Okej. Hocam bu soru
öyle oluyor. Normalde diyor yani her kanser tehlikeli gibi geliyor. Yani kanser duyunca çok tehlikeli gibi bir şey geliyor. Pardon. Normalde iki fark kanserlerimiz var. Yani çok tehlikeli ve bir dereceye kadar yani nasıl oluyor ve normalde kurtulan gibi bir kanser gibi, tumor gibi gözüküyor. İlk işaretler nasıl söylersiniz yani nasıl yani gözüküyor bir kadından? Tabii ki meme kanseri için söylüyoruz. Öncelikle şunu tekrarlamak isterim. Herhangi bir hastalığında hafif şiddette seyredeni var. Çok ağır şiddette seyredeni var. Si në çdo sëmundje thotë, në çdo lloj form kanceri ka shenja të cilat janë të dukshme dhe ka shenja të cilat nuk arrin dot janë pak më regjesive. Dolayısıyla kanser de böyle sadece meme kanseri değil, bütün kanserler birbirinden çok farklı seyreder. O yüzden hastalarımız kanser teşhisi aldıklarında kendilerini en kötü senaryolarla karşılaştırmasınlar. Jo vetëm kanceri i gjirit, por të gjithë format e kancereve kanë disa shenja të para, të cilat jo më njëherë vërehen dhe nuk kuptohen që në start, por meme kanserine gelecek olursak, meme kanseri de tek bir hastalık değil, farklı meme kanseri türleri var ve bunların her birinin tedavi şekli veya bunların her birine yaklaşım şekli değişmekte. Nëse ndalemi te kanceri i gjirit, kemi disa forma të kancereve të gjirit, të cilat pasqyrohen dhe vijnë të ndryshme në momentin e parë. Ama doğal olarak bir memede kanserin ilk belirtisi ele gelen bir kitledir. Por thotë naturalisht e dukshme në kancerin e gjirit janë shenjat e para dhe format e para kur vinë në formë të ngurtë si kiste po themi. Fakat bu kitle yanıltıcı da olabilir. Özellikle genç kadınlarda, aktif adet gören kadınlarda, memede adet periyotlarında, menstrüel siklüs periyotlarında bir takım kitlesel geçici yapılanmalar ya da fibroadenom gibi kanser olmayan lezyonlarda kitle etkisi yapabilir. Ka disa forma që vinë si fibroadenoma dhe si kiste normale të ngurta. Këta vinë normalisht edhe tek vajzat e reja apo të gratë në moshë të re, të cilat mund të kenë menstruacione të rregullta dhe jo vetëm dhe nuk kanë asnjë lloj shenje të cilat mund t'i indikojnë apo të kuptojnë që ka diçka që nuk shkon, por vetëm kur vërejnë që kanë disa forma të ngurta të kistave në gjokset e tyre, atëherë fillon dhe merakosja e parë dhe hapat e parë që duhet të bëjnë një ekzaminim dhe një kontroll. Dolayısıyla bir kitle fark ettiklerinde panik olmadan ilgili doktorlara ulaşmaları en sağlıklı yöntem olacak. Ajo që do sugjeroja është pa u futur në panik, të bëj një kontroll të menjëhershëm tek mjeku përkatës për ta ndarë çfarë është në të vërtetë kjo formë e kistit. Kitle dışında meme cildinde değişiklikler, kızarmalar, çekilmeler, çökmeler, meme başında akıntı, bu kanlı veya kansız olabilir. Koltuk altlarında ellerine gelen yumrular, kitleler yine meme kanserinin diğer belirtileri olabilir. Format janë të ndryshme që pasqyrohen, mund të jenë në majtë të gjoksit, mund të jenë poshtë sjetullës, mund të jenë në shenja të skuqura ose në forma të ngurta që nuk kanë shenja fare, në gjendje si pickime, të cilat janë të vërejtshme dhe të dukshme dhe normalisht duhen bërë disa kontrolle për të ekzaminuar më me saktësi, pa u panikosur, kuptohet duke ruajtur shqetësinë dhe duke marrë trajtimin e duhur tek mjeku përkatës. Daha nadir olarak da memede kitle çok belirgin hale gelmeden vücudun diğer organlarına, kemiklere veya başka yerlere eğilebilir. Yayıldığı bölgeye göre de ağrı veya diğer belirtilere neden olabilir. Gjithashtu një ekzaminim tërësor duhet bërë për të parë deri kur kanë shkuar këta, domethënë si po themi deri në çpik janë prekur dhe të gjithë organeve të tjera për ta parë situatën më në brendësi dhe për të bërë marrë një ekzaminim total. Ama şiddetle vurgulamak isterim ki meme kanserinde en önemli şey hangi aşamada olduğudur. Bu yüzden hastalar memelerinde bir farklılık hissettiklerinde ne kadar erken doktorlara ulaşır, ne kadar erken tanı alırlarsa tedaviler o kadar basit, o kadar az yıpratıcı ve o kadar çok da başarılı olur.
Dhe për ta përmbyllur, do doja të thoja që sa më të shpejta të jenë ekzaminimet që bëhen, duke mos i nënvlerësuar në momentin më të parë që shikojnë dhe vëre një nga këto shenja që unë përmenda pak më sipër, do jetë shumë më e thjeshtë edhe për mjekun në vendosjen e diagnozës dhe në mos avancimin e sëmundjes në rast se do jetë vërtet një sëmundje e tillë. Pas shfaqjes tyre simptomave, kush janë ekzaminimet e para që duhet shkojnë dhe të bëjnë, përveç kontrolleve me mjekun për katës, por kush janë mamografia, ekografia, biopsia, kush sugjerohet e para që të bëhet dhe si është ai trajtimi pastaj, si vazhdon? Protokoll olarak yani eğer diyelim bir kadın bir işaret, pembe bir eşeğeti ya da koltukta bir farklı kilit gibi gözüküyor. Doktora gittikten sonra ilk protokola göre yani ne yapması gerekiyor? Şimdi bu hastanın yaşına göre değişir. 40 yaşın üzerinde veya 35 yaşın üzerinde hastalarda eğer kanserle ilgili şüphelerimiz varsa mamografi ve ultrason, meme yapısı çok dolgunsa meme mamografi yerine meme MR'ı çekiyoruz. Orada bizim lezyonları derecelendiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 diye 3 ve üzerine biyopsi öneriyoruz. Ama genç hastaysa kanser şüphemiz yüksek değilse onlarda mamografi yerine biraz daha MR ve ultrason tercih edebiliyoruz. Mamografinin zararlı ışınlarından korumak için. Thot, kjo ndryshon sipas moshës së pacientit. Mosha 40 deri në 60 vjeç sugjerohet për të bërë mamografia dhe eko dhe pa diskutim duke në varësi të shenjave që mund të ketë forma dhe të përgjigjes së mamografisë, atëherë vendosim është në shkallë të parë, dytë apo më radhë dhe për t'i çuar më pas për biopsi në trajtimin post kësaj faze dhe tek moshat e reja për të mos i futur për të bërë mamografi sepse ka efektet e saj anësore, moshat para 40 vjeç domethënë, sugjerohet që të bëhet një ultrason, një eko ose një skaner në mënyrë që të ekzaminohet. Po pas ekzaminimit, kush janë protokollet që ndiqen? Momentin që në rastin më të keq po marrim shembull që është një masë tumorale. Pas ekzaminimit dhe pas vendosjes së diagnozës, kush janë protokollet mbrapa, trajtimi që tentojmë që ta heqim atë masën tumorale, domethënë që ta zhdukim nga trupi? Atëherë vendoset faza e biopsisë, pas biopsisë bëhet një PET CT, një full domethënë ekzaminim që është një pajisje e cila të tregon se sa qeliza kancerogjene ke, ku i ke të shpërndara dhe në cilat zona dhe sa i riskuar je në këtë pikë. Mbas kësaj atëherë vendoset skema e terapisë për cilën doktori praktikisht bën interpretimin e PET skanerit dhe vendos skemën e terapisë sipas rastit të diagnozës së pacientit. Kush janë skemat më të përdorura? Kjo është një pyetje interesante. Nuk flasim për skema dhe kjo është diferenca e profesori Irfan Çeçinit nga profesorët e tjerë le të themi. Çdo pacient ka të ndryshme në profesori organizon dhe bën disa skema të trajtimeve të personalizuara, bazuar mbi historikun dhe bazuar mbi diagnozën e pacientit. Nuk flasim për skema standarde. Dhe kjo është diferenca, ajo çfarë ne si klinikë në bashkëpunim me profesor Irfanin ofrojmë për gjithë pacientët që janë të prekur nga forma të ndryshme të kancerit. Do ta pyesja profesorin, po gjenetika ka të bëjë në trajtimet ose në zhvillimin e kancerit në gjithë? Gjenetika e pacientit? Bir soru yapmak istiyorum diyor Katie Bey. Genetik ne kadar önemli oluyor yani iskemleri yani hastalar için diyelim aileden yüzde kaç bir faktör oluyor eğerse? Meme kanserinde genetik geçişi ikiye ayırmak lazım. Bir saptayabildiğimiz bazı suçlu genler var. Anneden veya akrabalardan çocuklara geçebilen genler. Bunlara herediter meme kanseri diyoruz. Bunlar toplam meme kanserlerinin %10 kadarını oluşturuyorlar. Thot që pa diskutim
genet janë shumë të rëndësishme dhe ne në protokollet tona që i pyesim me njëherë pacientët janë a ka të prekur nga ana e babait ose e nënës në familje me kancer. Genet ndikojnë, kemi një grup diku te 10% që kanë prerje genetike dhe këtë kancer i gjirit janë të prekur dhe luajnë një rol të rëndësishëm genet e tij. Por lidhja me pyetjen, me qenë se jemi gjatë gjithë kohës në trajtimin e pacientëve të onkologjisë, ka disa teste specifike të cilat të tregojnë se a është një sëmundje genetike, sa është raporti që kjo të pasohet tek fëmijët në të ardhmen, nëse një grua, një zonjë është e prekur me kancer gjiri, është në po themin e moshën 40-50 vjeç, sa të prekur do jenë në të ardhmen fëmijët e tij, pra është e klasifikuar dhe nga ana tjetër ka faktorë të tjerë dhe nëse janë faktorë të padukshëm ose të pa identifikueshëm, atëherë na lindin disa pyetje të tjera, sepse në shumë përgjigje të testeve që ne marrim për pacientët na dalin faktorë të panjohur që mund të jenë vaksina të ndryshme që ai mund të ketë bërë, dhe këto pastaj na ndikojnë në trajtimin edhe në vendosjen e një skeme të terapisë së pacientit. Bununla beraber bir gen, suçlu bir gen bulamadığımız ama aile öyküsü yüklü hastalarda da yine biz kanser riskinin arttığını biliyoruz. Bir ailede ne kadar çok meme kanseri varsa kanserli olmayan hastalarda riski o kadar yüksek oluyor. Thot, edhe në qoftë se nuk e lidhim drejt për drejt që ta fajsojmë genin, le të themi kështu, shqip, në lidhje me kancerin e gjirit, ne gjithmonë bëjmë një zinxhir të kombinimeve genetike dhe dalim në konkluzione që nëse në familje vërtet ka një të prekur me kancer, janë po pikërisht genet dhe në këtë lloj forme kemi pak më të identifikueshme edhe për ta trajtuar personin, pacientin në fjalë. Se profesorin daj nga dalë, po e bëjmë shqiptar. Po gjam javash ana unë t'ja pyet o kadar. Gjithë mbas këtyre vizitave, konsultave, diagnostifikimi, trajtimi, e gjitha këto, si e marrin pacientët atë shprehjen e parë që ti ke një masë tumorale dhe duhet trajtuar, duhet kuruar, domethënë frika, si o shpjegojmë ne pacientëve që shiko se ky nuk është fundi, ky është fillimi një rrugtimi, një kalvari që do ketë vuajtje, por mund të ketë edhe shpresën në fund fare. Pacientët shqiptar mjafton ta shikojnë profesorin edhe shërohen. Si mund ta përkufizoj profesorin? Bir hasta geldikten sonra, muayene aldıktan sonra nasıl söylüyorsunuz yani bu hastalık varsınız artık, bu hastalıkla 1 sene 2 sene tedavi alması gerekiyor, bu hastalıkla yaşaması gerekiyor, yani ne kadar zor ve ağır oluyor sizin tecrübenizde, yani senelerce bu iş yapıyorsunuz. Öncelikle şunu söylemek lazım. Algısı bu kadar kötü olan kanser gibi bir hastalıkta en önemli aşama hastalığın sahip olduğu kanseri hastaya en doğru şekilde açıklayabilmek ki hasta doğruları ne kadar iyi bilirse daha sonra endişeyle birlikte hata yapma payı o kadar azalır. Fillimisht thot ne përpiqemi të themi të vërtetën pacientit dhe forma e të thënurit të vërtetës është shumë e rëndësishme në trajtimin e tij dhe në pranimin e sëmundjes nga ana e tij. Me të pranuar ai sëmundjen, do jetë bashkëpunëtor i duhur me ne për të na ndihmuar në rrugtimin që ai do ketë. Dhe duke i thënë gjithmonë të vërtetën, ai do jetë koshient dhe do të marrë masa për gjithë bashkëveprimin me ne në marrjen e terapisë. Ben bir hastayla karşılaştığımda ona ders verir gibi yanıma oturtuyorum. Önüme beyaz bir kağıt alıyorum. Hastalığı önce anlatıyorum, tipini anlatıyorum, aşamalarını anlatıyorum, neler yapılması gerektiğini anlatıyorum. Eğer birden fazla benzer seçenekler varsa seçenekleri anlatıp hastanın bunu anladığından emin olduktan sonra tedavi seçeneklerine beraber karar veriyoruz. Böyle olduğu takdirde hastalar hastalığı anlayıp kafalarında gereksiz korkular yaratmıyorlar.
Fillimisht kur më vjen një pacient i diagnostifikuar me kancer përballë meje, unë e trajtoj sikur po i jap mësim atij. Marr një fletë të bardhë, përpiqem t'ja pikturoj dhe t'ja shpjegoj formën e tij të kancerit, mënyrën se si do ta trajtojmë, cila do jetë skema e personalizuar për të, se si do jetë rrugtimi jonë së bashku, ja bëj shumë të thjeshtë atij që ai ta pranoj këtë dhe nga ana tjetër të më kuptoj mua deri në fund se cilat janë hapat që duhet të ndjekim të dy bashkë që ai të jetë një bashkëpunëtor me mua në të gjithë trajtimin që ai duhet marrë, në mënyrë që ai të mos ketë asnjë lloj pikpyetje në kokën e tij dhe të mos ketë frikra të brendshme, të cilat ta shoqërojnë atë gjatë gjithë kohës dhe na ndikojnë negativisht edhe na ulin rendimentin e terapisë, i cila është shumë e rëndësishme për të.